për veprat e rënda, se ndjek korrupsionin shtetëror, ndjek terrorizmin ndërkombëtar, ndjek veprat e rënda të spionazhit, krimin e gjithë krimin organizuar, ku lidhet me segmentet politike, me gjithë të gjërat. Ç'është kjo? Nuk po them pastaj se si certifikohen njerëzit, duke emëruar njerëz kot në vitet e fundit. Që nga drejtori e fundit tani ose drejtorë të tjerë pa certifikuar në këtë gjë, dhe pa plotësuar kushtet e një certifikimi të ligjshëm për këtë gjë. Ndërkohë që ne kemi burime të brendshme sa duhet. Do të ketë kaluar drejtoresha nga ekspertët e huaj ose nga agjencitë e huaja. Nuk shiko. Shërbimi informativ shqiptar është lidhur me CIA-n, me sa di unë. Duhet të heqim dorë dhe duhet të kuptojmë kush është aset kombëtar që është vetëm privilegj i vendimmarrjes së brendshme. Jo, dakor, po them. Dhe rekomandimet. Unë di që modeli i shërbimit informativ shqiptar është bazuar te CIA, te CIA amerikane. Po çfarë CIA më? Dhe nuk besoj që të ketë kaluar. Ju lutem. CIA është një organ që merret me shërbimin e jashtëm për sigurinë e jashtme federale. Fobia është për pjesën e brendshme, po. Pra, shërbimi i kundër inteligjencës brendshme është pjesa, kolona e parë e FBI-t, që ndjek 274 vepra penale. Çdo thot 274 vepra penale, po ka një agjenci hetimore që bashkëpunojnë bashkë. Ç'punë ka prokurorin të koordinim me disa agjenci hetimore të këtyre? Sepse ata sqarojnë gjitha rrethanat. Janë pjekur rrethanat operative, nga informatat kapin provat dhe kombinojnë me BK-n. Pra BK-ja atje nuk duhet të jetë tu, siç është tu, në varësi të përgojë, do të jetë organi i përgjithshëm kombëtar. E do të marrë modelin anglez, excellent. Ose modelin gjerman, për këtë gjë. Jo kështu siç kemi bërë ne. Një BK në shërbimin e SPAK-ut. Po BK-ja atje të kusht për jurisdiksion e përgjithshëm kanë krijuar shërbime të policisë gjyqësore në prokurori. Shërbime policisore OPJ-ja. OPJ-ja e policisë shteti ka të drejtë. Sa ata kanë të rrjet informativ, kanë të burime të mbyllura, kanë infrastrukturë të plotë për të bërë veprimet. Po këta çka kanë ke prokuroria? Jep një koment për protestat. Thuhet sipas zotit Trama, po. Pakës me këtë për vlerësimin e SPAK-ut të Gjergjohës. Pra, të ndajmë institucionin, pra, edhe njerëzit që punojnë atje me sistemin e gabuar, unë kritikoj sistemin atje. Po kështu dhe për gjithë kërkon, për këtë gjë. Pra, po të shikoni, janë, besoj se mund të jenë disa mira, kallëzime, vërshimi madh. Po çfarë do bëjnë të regjistrat e prokurorëve? Nuk kanë mundësi dot fizike, fizikën nuk kanë. Të lexojnë domethënë një kallëzim e lëmë të bëjnë ata verifikimet paraprake. Sigurisht u zgjerua BK-ja, ishte një nevojë. Pra, prokurori dhe BK-ja duke qenë agjenci ekzekutive, bashkë me policinë e shtetit dhe agjencitë të tjera, janë në kontrollin e qeverisë. Tani qeveria një të marrë i vendim, i kaloj me majorancë atje, e do status kushtetues. Kush e ka prokurorin në botë me status kushtetues? Prokurori ka një pavarësi relative nga kodet proceduriale. Pra, procedura e prokurorit është që në vendimarrjet e veta është i pavarur. Nëse OPJ është një organ tjetër policor, që bashkëpunon me agjencitë të tjera, për të punuar. Mungon kë bashkëpunim interinstitucional. Kjo është. Pra, ti ke një eksperiencë të gjatë, ke një eksperiencë të gjatë edhe me agjenci që merr me çështjet e informacionit inteligjent, mbledhjen për punimin e tjerë. Protestat i shikon që janë dorë edhe e vendeve armike, agjenturave të huaja apo jo? Unë shoh atë që duket. Edhe logjikoj nëse trajtohen drejt. Analiza e rrjeteve sociale. Çdo vend i botës ka ligjet të posaçme në të gjë. Pra, rrjetet sociale janë, ju e dini, janë të hapura, po janë dhe të enkriptuara. Rrjetet e hapura, gjithjem marrën në bashkim nga agjencitë ligjzbatuese, sipas objekteve të punës që kanë. Policia e shtetit, her pas here, i ndjek me vëmendje këto zhvillimet në rrjetet sociale, më çfarë flitet për krimin organizuar, për evazionin fiskal, për keqtatimin e pronave publike, për korrupsionet që janë me tendrat, me gjithë të gjërat që bëhen në këtë punë. Pra dhe, çfarë bëjnë të analiza? Dhe këto analiza ku shkojnë? Shkojnë te vendimarrësit. Kush është vendimarrësi? Profesor, është qeveria, Këshilli i Ministrave. Pastaj vjen kryeministri. Se ka një keq kuptim tu. Vën parin kryeministrin dhe qeveritë vën mbrapa. Kryeministri
se po dojmë ndalem për këtë, pakës po vonë që mos ndërpres. Pra kjo analizë që bëjnë agjensitë policore, kështu dhe shërbim informativ për misionet që ka ajo publike përcaktuar me ligj, me këtë gjë. Atëherë dhe ata bëjnë për terrorizmin, për veprat rënda që janë kundër shtetit, për këtë gjë, për ndërtimet e spionazhit, ndërhyrjet, nga kërcënimet që janë nga brenda, se ka detyrimet brendshme kombëtare. Për shembull, institucioni mbështetues e mbron shërbimin informativ kombëtar nga kërcënimet e brendshme. Pa sistem politik e gjithë për këtë gjë. Dhe nga kërcënimet e jashtme, shërbimi i jashtëm. Kush e di? A punojnë, si punojnë ta atje? S'ka asnjë lloj transparencë, një vit deni atje sot unë jam drejtori ose drejtoresha. Çështja kështu, ne kemi rus, ne kemi kinez, gjëra asnjë s'kupton asnjë atje. Pra, nuk ka një kontroll me norma të qarta juridike. Pra ka iku kohë një komisioni siç është sot i organizuar. Vën gjithë grupet parlamentare, që po bëjnë mbledhje sigurisë, apo vetë edhe unë, thot partia mundësi ose një parti, kush janë atje nga ato. Pa, kanë certifikate apo jo. Pra ka ardhur koha. Pa certifikat nuk lejon në fakt, se disa janë larguar. Ka ardhur koha. Nga komisioni. Krijohen komitetet e inteligjencës, ku certifikohen njerëz që kanë profesionet të afërta ose të parafërta, që mund të kenë gjyqtar, mund të kenë prokuror, mund të kenë oficer të inteligjencës e të gjithë. Pra, s'mund shkojë atje një muzikant, ku diu një agronom, një veteriner atje ty të futën, se çu ka ndodhur, është praktike kjo. Pra të parlamenti që orientohet, nuk merr vendimet e drejta, nuk kuptojnë ligjvënësit. Pra son ata një parlament shumë i nivelit ulët. Është vërtet, shumë i nivelit ulët është. Dhe kanë drejt procesuesit. Kur gjykon popullin, nuk gabon. Sa nuk është thotë një njeri, po flasun tash edhe më thonë nga i diti. Po flasin tani. Se ata birnënash janë. Vinë nga veriu, nga Tropoja, vinë nga jugu, nga Saranda, nga Bilishti, nga Korça, nga gjithë rrethet. Pra, ka dhe për ata një vlerësim të sjelljeve publike të tyre, në të rolit tyre. Pra, analizat që bëjnë këto institucione, që janë speciale, të specializuara, këto institucione ndihmojnë që qeveria të kuptojë, të ndryshojë rrugën. Po zonja Meloni, po të marrim që jemi këtu, kam folur edhe herë tjera për këtë gjë. Kur e fillon punën, e fillon me një agjensitë e sigurisë. Çfarë ndodh në vend? Që të parandalojnë, se ka mjetet ligjore ajo në dorë. Pra ka qeverinë, ka parlamentin, bashkëpunon me institucionet e tjera të pavarura kushtetuese që janë drejtësia, madje për këtë punë, presidentin e Republikës, me Këshillin e Lartë të Magjistraturës e gjithë janë. Po ndërkohë ndalemi tek për ta mbyllur me protestën. Ti